Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga tensioni i lartë, duhet të hiqni dorë nga këto 3 ushqime. Duhani, mbi pesha dhe mungesa e aktivitetit fizik janë ndër faktorët më të mëdhenj të tensionit të lartë, por edhe dieta luan një rol të madh, thot Dr. Frankie Phillips, dietologe dhe zëdhënëse. Këtu ajo ndan disa nga ushqimet që duhet të kufizoni për të ulur rrezikun. Ushqimet e kripura. Nuk është e nevojshme as që të eliminohen plotësisht, si për shembull kripa nga dieta juaj, por për të funksionuar në mënyrë efikase, trupat tanë kanë nevojë për një sasi të vogël kripe. Rreth një çerek lugë çaj në ditë është e mjaftueshme për të mbajtur muskujt, nervat dhe balancën e lëngjeve në kontroll. Alkooli. Për fat të keq nuk ka një limit të caktuar dhe të sigurt për konsumin e alkoolit pa rrezikuar ngritjen e tensionit. Kjo sepse alkooli ndikon në 3 hormone që rregullojnë presionin e gjakut. Për shembull, alkooli rrit nivelet e reninës, e cila shkakton ngushtimin e enëve të gjakut, duke bërë që presioni i gjakut të rritet për të shtyrë atë më pas përmes hapësirave më të ngushta. Alkooli është gjithashtu një pije me shumë kalori, që do të thotë se është e lehtë të konsumosh kalori të tepërta. Alkooli është një sulm i dyfisht mbi tensionin e gjakut, një arsye për shkak të efektit që ka mbi sistemet hormonale dhe tjetra për shkak të rrezikut të shtimit në peshë. Kafeina. Përveç kafes dhe pijeve energjike, dhe çaj dhe çokolata janë burime kafeine, meqense në doza më të vogla. Nëse jeni mësuar të pini kafe çdo ditë, atëherë ju nuk do të shihni një ndikim të madh pasi trupi juaj përshtatet me stimuluesin, thot ajo. Tensioni i lartë i gjakut mundet që të jetë shkatërrimtar për zemrën, trurin dhe veshkat. Përpos kësaj, tensioni i lartë i gjakut shkakton komplikacione të tjera të rënda në lëvizjen e gjymtyrëve. Tensioni i lartë trajtohet me medikamente, por së pari duhet të mësoni për ushqime që e rrisin tensionin. Nëse doni të shmangni rritjen e tensionit të gjakut, atëherë duhet të jeni dorë shtrënguar me kripën, të kryeni më shumë aktivitet fizik dhe të ruani një formë të mirë trupore. Ne këtu do t'ju sillim një listë të detajuar të produkteve të cilat ndikojnë në rritjen e tensionit të gjakut. Mirë po, cilat janë vlerat ideale të tensionit të gjakut? Njësia matëse matet në 2 shifra. Shifra e parë tregon presionin sistolik të gjakut ose pikën më të lartë të presionit ndaj zemrës, ndërsa shifra e dytë tregon tensionin diastolik ose pikën më të ulët të presionit, ku zemra qetëson mes çdo rrahje. Në këtë hapësirë zemra mbushet me gjak dhe ushqehet me oksigjen. Nëse matësi i tensionit tregon vlerat 9/6, siç thuhet zakonisht, ose më pak, atëherë tensioni në gjak konsiderohet i ulët. Nëse matësi tregon vlerat midis 9/6 dhe 12/8, atëherë tensioni i gjakut është i shëndetshëm dhe në nivel ideal. Nëse matësi tregon vlerat midis 12/8 dhe 14/9, atëherë tensioni i gjakut është pak më i lartë se mesatarja. Nëse matësi tregon mbi vlerat 14/9, atëherë tensioni i gjakut është i lartë dhe klasifikohet si hipertension. Nëse vlerat e të dy njësive arrin 18/11, atëherë duhet të shkoni menjëherë tek mjeku. Ushqimet që rrisin tensionin. Mishi i kuq. Mishi i kuq është i shijshëm, por ai përmban shumë kolesterol dhe dëmton në zemrën dhe enët e gjakut. Sipas të dhënave, një sasi prej 400 gramësh mish i gatuar përmban 254 mg krip dhe 308 mg kolesterol. E njëjta gjë vlen edhe për pancetën, sallamin ose prosciutat. Picat e ngrira. Këto ushqime munden që të tingëllojnë ideale për një darkë të shpejtë,
por një racion i kësaj pice përmban 1000 mg sodium. Prodhuesit e saj shtojnë kripën dhe substanca shtesë për ruajtjen e picës, duke rritur rreziqet për tensionin e lartë. Salcat e paketuara të domates. Salcat e paketimeve të domateve qelqe apo metalike rrisin tensionin e gjakut. Një paketim me salcë domate përmban 654 mg krip. Një racion me makarona me salcë domate dhe mish përmban 1300 mg krip. Turshit e gatshme. Sipas të dhënave, një filxhan me lakër turshi jo të përgatitur vetë përmban 939 mg krip. Turshit e tjera përveç lakrës si domatet apo kastraveci janë të zhytura në lëng me krip. Një filxhan me kastraveca turshi përmban 1251 mg sodium. Njerëzit të cilët të vuajnë nga tensioni i lartë nuk duhet që të hanë turshi të tilla. Maksimumi duhet që të konsumojnë turshi të bëra vetë. Alkooli. Një sasi e vogël alkooli nuk shkakton dëme, por në qoftë se ju e teproni me pirjen e alkoolit, atëherë ju do të rrisni tensionin e gjakut. Alkooli mundet të ndërhyjë kundër medikamenteve të cilat shërbejnë për uljen e tensionit dhe të ulin efikasitetin e tyre. Ëmbëlsirat e paketuara. Ëmbëlsirat, biskotat me mbushje shumë gjyshe të cilat shiten në paketime të bukura janë të mbushura me sheqerna, yndyra të ngopura dhe kripra. Ushqime të tilla rrisin tensionin e gjakut, sheqerin në gjak dhe gjasat e mbipeshës. Pijet energjike. Konsumi i pijeve energjike e rrit tensionin sistolik me 6,2% dhe atë diastolik me 6,8%. Tensioni mesatar i gjakut rritet me 6,4% pas pirjes së një pije energjike. Gjithashtu, shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve, por ju mundet të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtësisht në dollapin e kuzhinës. Pas përdorimit ju do të vëreni dhe efikasitetin e tyre të lartë. Çfarë ju duhet? Juve do t'ju duhet një maj lugë çaj me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle dhe një gotë me ujë. Çfarë duhet të bëni? Uthullën dhe sodën i tresni mirë tek gota e ujit. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultatet më të mira. Shumica e sëmundjeve, në veçanti kolesteroli i lartë i gjakut apo problemet me trigliceridet lidhen me faktin e një diete të pashëndetshme. Nëse vuani nga këto sëmundje apo edhe tensioni i lartë i gjakut, ju duhet që të bëni një stërvitje të rregullt, të mbani një peshë konstante, të konsumoni ushqime të shëndetshme e të tjerë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një thelpi hudhër, gjysmë gote lëng limoni i freskët, gjysmë lugë çaj pluhur xhenxhefil, një lugë çaj uthull molle dhe një lugë çaj mjalti pa përpunuar. Përzieni të gjithë përbërësit së bashku dhe vendoseni në një kavanoz qelqi. Konsumoni nga një lugë çaj të përzierjes çdo ditë para çdo vakti. Ju mund të tresni një lugë të përzierjes edhe në një gotë me ujë të vakët dhe më pas ta pini. Përfitimet shëndetësore. Hudhra ul nivelin e triglicerideve, kolesterolit, nivelin e lartë të sheqerit në gjak, si edhe stabilizon tensionin e lartë të gjakut. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.